Fluturakja supersonike që udhëtimin New York-Londër e realizon për më pak se një orë, gjatë 18 muajve të fundit, Boom ka testuar me sukses aeroplanin ZB1 dhe ja ka shitur United Airlines 15 modelet e saj overtyrë me nga 30 ulëse që akoma janë duke u zhvilluar. Virgin Galactic dhe Rolls-Royce kanë arritur marrëveshje partneriteti për zhvillimin e fluturakeve me 19 ulëse, madje edhe Hermes Quarter-Horse, fluturakja supersonike që lëviz me shpejtësi të zërit apo Mach 1 transmeton telegrafi. Javën e kaluar, kompania me seli në Atlanta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka zbuluar dhuratën prej $60 milion për forcat ajrore amerikane për financim dhe testimin e aeroplanit. Hermes është dizajnuar për udhëtim pa pengesa, duke lëvizur me shpejtësi prej 5.5 Mach apo 4.219 milje në orë. Kjo e bën aeroplanin më të shpejt në botë e ky udhëtim nga New Yorku deri në Londër do të zgjatë më pak se një orë. Kjo shpejtësi vjen si rezultati një motori të veçantë që përdoret te fluturakja që lançon në hapësirë. Hermes për 9 muaj ka arritur të projektojë, ndërtojë dhe testojë motorin e saj, të bazuar në GE-85 dhe ka 2 përpara kur është në pyetje testimi. Quarter Hour ka një autonomi të plotë, kështu që një ekip mund të pajiset me prototip të tjerë dhe të mësojë se nuk ka ndonjë rrezik për jetën e pilotëve. Aktualisht planifikohet testimi i versionit të vogël në vitin e ardhshëm.